Përmes kësaj pajisje ngrose që ka siguruar vetë, Naim Rostemi po mundohet të ketë rati termike në zyrë. Anipsa jo qëndron e ndezur për orë të tëra, kryetari i shoqatës sindikale të administratës së gjykatës themelore në Prishtinë thotë se zyra e tij kur nuk ngrohet mjaftueshëm që ta largoj pallton. Pallati milionësh i drejtësisë, i ndërtuar për të mbrojtur ligjin, nuk u siguron sistem të duhur klimatik punonjësve. Çdo punëtor këtu është të punuar me kushte tepër të rënda, me bunda, me jokme. Nëse janë 300 zyre, po supozoj këtë pallat që nuk e di, secili punëtor zyret vet është dashur me ble një zemje sa do të vogël për me bën një zgjedhje alternative për vete. Për shkak të mbingarkesës në shfrytëzimin e energjisë, Rostemi druan se do të ketë pasoja. Ky pallat veç ditë është pyetje se ka me i dal flaka, sepse edhe rrjeti energjetik nuk ka bemujt me përballuar. Dhe për këtë arsye ne kemi ngritë gjithmonë zonën. Edhe sallat e gjykimit janë të ftohta. Kështu sipas avokatës Fehmie Bytyqi, ka raste kur humbet koncentrimi. Nëse je e veshur se kur unë jam tash kështu, edhe me mantel dhe vazhdimisht të nathin komtat, nërth ftyra, durti, normal edhe koncentrimi nuk është. Nështë në këtë drejtim ngarkesën më të madhe ka vetë trupi gjykues edhe stafi mbështetës i tyre, për arsye se ata koncentrohen maksimalisht që mos të kaloj diçka pa u vritur. Dimrit s'kan ngrohje, por as verës s'patëm freskim. Të na kanë deklaruar se qysh në fillim dhjetori do të rregullohet bile spakun zemja, po kjo nuk ka ndodhur. Nëse është shpërdor dikon taksa qytetarit të Kosovës është pikërisht investimin këtë pallat. Andaj kërkohet ndërhyrje urgjente. Këshoni bën zgjedhjen, sepse këtu është rrezik. Edhe Inspektorati i Punës kishte inspektuar gjendjen në pallatin e drejtësisë, për çka gjeti se kushtet janë jashtë standardit maksimal të lejuar sipas ligjit. Në të kaluarën ka pasur protesta për shkak të mos funksionimit të kondicionerëve.